Kryetari i PD-s Mendu Thaçi konfirmoi se vendimi për emërtimin e rrugëve në Tetov në vitin 2007 ka arritur në qeveri dhe se PD-s-ja në atë kohë në pushtet ka pasur ndikim që qeveria të heshtë. Sipas ligjit, heshtja e qeverisë nënkupton miratimi i vendimit. Emrat e rrugëve janë ndruar në Tetov për inat PD-s. Kryetari atëhershëm i BDI-s duket me vëmëros, nuk jam i sigurt. Duket me këshilltar e vëmëros. I ka ndruar emrat se ta sill PD-s në pozitë keq. Realiteti është ky. Vendimi i Këshillit të Komunës Tetovës, kur ka ardhur qeveri, qeveria ka heshtë. Nuk është përgjigj. E ka çuar do kush qeverin të heshtë, mos përgjigjet. Në momentin ka ligj që qeveria nuk përgjigjet, vendimi është meritor. Ditë më parë edhe ish-kryetari i Këshillit Komunal Resi Abdulrahmani konfirmoi për Televizioni 21 se në vitin 2007 Komuna e Tetovës ka dorëzuar kërkesë për ndryshimin e emrave të rrugëve të qytetit. Është dërguar lista në qeveri, është prit afati ligjor më tepër se sa duhet, sipas ligjit për vetëqeverisje lokale. Duket ka qenë 1 muaj apo 2, po është prit 2 fish më shumë. Nuk është kthyer përgjigje. Zëvendëskryetari aktual i komunës, Albi Qamili, tha se Komuna e Tetovës i është drejtuar arkivit shtetror, por nga atje nuk kanë marrë përgjigje se ekziston një dokumentacion i tillë. Me 3 qershor të vitit 2025, gjykata kushtetuese ka lëshuar kërkesën e tretë urgjente, ku kërkon kërkesën e Komunës së Tetovës drejtuar qeverisë për marrjen pëlqim të listës me propozimet e emrave. Ne përsëri jemi drejtuar arkivit shtetror, ku kemi kërkuar të gjithë materialet që duke marrë parasysh edhe kërkesën për qeveri, po edhe të gjithë materialet që ekzistojnë lidhur me këtë çështje, dhe ne nuk kemi patur nga arkivi shtetror një përgjigje se ekziston një lloj kërkese e drejtuar në qeveri. Ditë më parë, portali Portal raportoi si është drejtuar qeverisë për të verifikuar nëse ka ndonjë kërkesë të tillë, por nga qeveria kanë kthyer përgjigje se pas një kontrolli të detajuar të dokumentacionit që ruhet në depot e qeverisë, ka arritur të gjejë vetëm një kërkesë e cila nuk ka të bëjë me çështjen e emrave të rrugëve, por me dëmet e shkaktuara nga rreshqet në disa fshatra. Përndryshe, gjykata kushtetuese më 17 qershor 2026 e shfuqizoi vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës të vitit 2007 për emërtimin e sheshit dhe disa rrugëve, pasi konstatoi se nuk ekzistojnë dëshmi se komuna kishte kërkuar dhe marrë pëlqimin e nevojshëm nga qeveria, siç kërkohet me ligj. Vendimi i gjykatës erdhi pas nismës së lidhjes së luftëtarëve nga Lufta Nacional Çlirimtare dhe Antifashiste, e cila kërkoi vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të vitit 2007.